që të ne për zotin në s'ke më shumë bëgë. Ma shumë. Ma shumë bëgë shkunë, më... Por i të blejtë, kushtë të blejtë? Për të mëndja? Së është e ime. Të lutëm. Farë. Të lutëm. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Eleni edhe motra ime është Stacy. Sot jemi këtu bashkë, unë me ju, sepse do bëjmë një prank Stacyt, motrës time. Edhe sot e kam menduar më vërtet shumë mirë, sepse i kam përgatitur me mamin, sigurisht një prank më vërtet shumë i fortë. Atëherë jemi të vazhduar me bërë këto prank sepse kemi shikuar që ju i adhuroni. Edhe ne u kënaqemi shumë me bërë këto video edhe me reagimin e Stacyt ose reagimin tim, edhe kemi shikuar që ju pëlqejnë shumë, kështu që do vazhdojmë edhe unë kam përgatitur edhe disa prank të tjera për Stacy, kështu që do shikoni edhe disa tjera. Edhe tani do vi shpjegoj pak prankun që do bëj sot. Sot kam hyrë në shkollë një orë mbrapa sepse mungonte mësuesja, kështu që kam studiuar. Kam marrë një orë me studiu pak, sepse jam me vërtet shumë gjëra, edhe shumë argumente pak kështu, edhe këto si mund shikoni kam krejt apunti. Edhe isha të studiu, edhe sot në darkë kam studiuar me vërtet çdo ditën. Sot nga ora 2, sepse Stacy mbaron shkollën në orën 2, edhe deri tani unë jam këtu poshtë me studiu, edhe e kam menduar me mamin të bëjshim këtë prank Stacyt, gjas me unë do pisha cigare. Okej, por kemi menduar që cigare është e tepër, sepse Stacy e kupton. Edhe kemi menduar të blejshim një nga këto. Okej. Edhe me mamin sigurisht e kemi përgatit krejt gjëra me mamin edhe babin, edhe kështu që mos filloni me shkruajtë komentare negative, kështu gjëra, sepse është thjesht një video argëtuese, një video pike për ju, kështu që për ju më bërë argëtu edhe për ne, për veten tonë, sepse argëtojme me vërtet shumë me bërë këtë gjëra. Mendoj që me këtë prank do egzagjeroj me vërtet shumë. Do çmendet. Si çfarë me thonë, sepse nuk di si mund të reagoj. Unë kam vendosur kamere mbrapa disa gjëra nga tavolina, kështu që është shumë largë. Mbrapa fruta, kështu gjëra tek tavolina është më vërtet shumë largë. Edhe filloj. Unë mendoj që do e lej këto para fletores. Do më përgjigj atë. Nësë është më përgjigj. Okej, tani po, është shkujt. Shpejt. Do shkoj të ulem, edhe të prisë, sepse s'kam çfarë të bëj. Allora, l'occupazione è un modo d'acquisto a titolo originario che... Hajde më pak, sepse këto gjëra janë pak kështu. Edhe, ok, riguardo i beni mobili che di nessuno o abbandonati e possono essere oggetto di occupazione di animali, oggetti a pesca o caccia. Ma vieni qua, hajde pa. Amo, hajde pa këto që do t'i them gjëra sepse pastaj Okej. Sa? Çka kanë? Jo, janë shumë bukura. Më fare. Okej, tani a mund t'i them? A do vazhdoj nga atë? Jo. Po, tjetra. Jo. Kjo, po. Allora, që të them? Ja, les pro, si thirët? Zdi është... Zdi jemi, nuk e mbaj menen.
I di creggere. Espropriazione. Ok, l'espropriazione è un atto di imperio tramite la quale lo Stato prende dei beni di un soggetto e li dà ad un altro. Ma sbocco. L'espropriazione deve essere prevista dalla legge, deve avere... Amore, cosa? Tappa mia, vogliamo è bene, cioè. Ciao, ciao che fa? A te. Ciao che fa? Dove Bog dale? Ciao che? Ciao pa te. Me fletore stes aman se E dice, c'ha cacchio fletoria? Tani c'ha bocchio fletoria? Ta Çka? kisa. Oh, ja aman se No, më intereso. Asë gjë. I kam krejt gjërat atë aman. Jo, mas më merr fletor. Më krejt gjërat ça dush, por fletorin jo. Pse do të marrësh mua për pysh? Ç'a do të thënë? Tani, o bëhet zgjut edhe më qef e para, ose tani kur e pash mos më qef kot. Ç'a ka? Ç'a ke pas? Sa më të kuptoj. Hiqe ta istiku. Pas ta hishon. Okej, po mirë. Po Eleni, po budalla që tani për zotin s'ke vetëm bok. Jo, Më shumë, no, më shumë bok shtu më të marrë. Ja, Pse e ngë duhet kështu? Ja. Aman, këtë jo, 15 vjeç, 16 sa e ke bërë sa je kalamar. Durët nuk rrullojnë asnjë gjë. Jo. Pagadis flot. Durët. Stejs, daj. Durët tim kam i t'i dhejt. S'është Do një- më marrë që do më bëjë që. Ta fusësh Eleni. Po ti je normale apo Po, ti si je? për zotin? No, Eleni, te lo giuro sa me vita, mi stai facendo incazzare. Kam gjëra, kam gjëra. Ja, Eleni, ja. Ja, kam gjëra më Kushta ka për zotin ta Kam gjëra më të rëndësishme. Jo, ma jo. Po sa ka bëj? O, të Në shkolla jote. Nëse, ja. Më që... Më që dushe, por... Nuk e blejt. Kushta ka blejt? Nuk e më lef. S'është e ime. Ele, e di që kur në kryet në hunda, kokën, janë të unë shpen, ta dish. Ke mora. Ti të marrë. Jo. Nësi, mami, hajde këtu, hajde. Mami, më daj. Nësë më pasë në cek. Vieni qua che devi passare. Ok, sto scegliendo mammina. Dai. Sta. Piace, ok, Beatrice. Kam gjëra shumë no. Eleni, për sa ti përkisë? Janë gjëra më të rëndësishme shkova, dai. Su via. Che lavoro, ragazzi. Cioè. Tu fol gjatë Ma te? Ciao. Bene. Poi tu sei? Spata se tu sei. Oh! Sei tu shajt? Qa ka? S'kam të kush. Falenderit zoti që s'kam të kush. Ua, problemi madh. Problemi madh. Unë të menu që ti ishe e pjekur me kuptuar këto gjëra që nuk e di. Për këtë herë, s'doja them mamit
Po Eleni të lutem. Fal. Eleni të lutem. Nuk të bëj ma. Ma për ty e them, jo përse që për ty. Në di. Dhe e them marrën për këtë herë. Rëbe, s'ka nevojë t'ja thosh mami, sepse di mami. Mami e din? E di. Tha si gjë? Jo, ma ka brejt mami. Ashtu serio? Po. Këtë të ridi. Sepse kjo ishte në prank. Ishte një prank. Dhe mami e din. Që besoj që tani po bën është tip prank compilation, kush fiton? Kam fituar unë sigurisht. Unë kam fituar. Pa tjetër. Sa te kamera. Atje. A kam telefonin në dorë. Unë ke gjysore. Nuk shifet ajo memo, sepse ke vetëm ata wallpaper. E di. Kam më mirë. Vabbè, atëherë më erdhë. Atëherë, unë ja kam pas thonë tek viti radhës. Ma e ke bërë zoom. Shko bëjë pak zoom, nuk di bëjë si e ke bërë, si e nejse. Unë ju kam pas thonë që kjo, nga i pranku që më ka bërë Eleni, do t'ishte kështu. Do me thonë që një prank, Eleni një prank tjetër, edhe kështu do shkon të puna, edhe kështu po shkon puna, si që u thashe, kështu po shkon. Sepse në bas... Pranket e mia janë shumë të bukra, me thonë... Pse të mia si janë? Vabbè, tani, për momentin vetëm një kam bërë. Okej. Një pa ko... Shumë të bukra. Po pse ti ke marrë Gjona, që tipo edhe Bruno, me çfarë ta bëjmë ty? Nëse bëni një like nëse ju ka pëlqyer video, por sigurisht që ju ketë pëlqyer sepse u shmenda. Një subscribe sigurisht, edhe shumë faleminderit për kritën mbështetjen. Unë me vërtet do ju falenderoj në çdo video që do hedhim, çdo të martë edhe çdo shtunë. Ja, kujtojmë, në orën 6:30 do keni ju një hour video. Faleminderit që keni shikuar këtë video. Shumë faleminderit për kritën mbështetjen, për këtë dashurinë që juve na jepni çdo ditë. Po, atëherë, guys, ju do dini që jam shumë bravo me fjalët. Por faleminderit shumë. Edhe shpresoj që kjo video ju ketë pëlqyer. Sigurisht që ju ketë pëlqyer sepse edhe tek video i Brunos, desha me thonë, edhe tek ai video tjetër që më ke bë, çfarë kishte më bë prankun. Çfarë prankun ke bër? Jo, Bruno edhe këtë. Bruno edhe këtë, vabbè, nejse. Tek videoja i Brunos më vërtet u ka përkushtuar shumë, e shikoj, nuk e di. Ndërsa kur është me mu, punë të milemuna, do me thonë, s'ka gjë, nejse, është Stacy, bën ajo. Por kur është vetëm, shifet se përkushtohet, nuk e di, por i pëlqen edhe kësajs. Kini, edhe ty faleminderit që po përkushtohes, edhe pse po më shmend pak, nejse, neve ju duam shumë. Do shifemi të shtunen me një video, edhe me ditën e Shën Valentinit, sepse këtë bitë shtuna është, do me thonë, ditë e Shën Valentinit i bje për shtunë, edhe do kemi një super video romantik, do e kemi romantik, tani do qikojnë qëfar video, do e menojme, sepse disa ideja, një challenge gjaj kemi, por do e shikoni të shtunen, edhe ne të shifemi të shtunen. Bye guys!